Të martën, në ditën kur është caktuar seanca parlamentare për interpelantat e 5 anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, në të njëjtën kohë, Dameva, Crvenkovska, Çacharova, Ilievska, Mustafa dhe Ademi do të jenë në seancë të Këshillit. Apo tregojnë me këtë se nuk do t'i respektojnë vendimet e deputetëve, duke pasur parasysh se në deklaratat e tyre të mëparshme, pjesa më e madhe prej tyre kanë thënë se edhe nëse votohet interpelanca, nuk do t'japin dorëheqje. Kryeministri Mickovski nuk dëshiroi të komentojë dhe tha se do të presë që fillimisht të prononcohen deputetët. Тие нека се терат својата работа, парламентот си има своја работа. Јас би ги одвоил тие две работи, тие две активности. Не би сакал да коментирам дали тоа би значило почитување или непочитување на одлука на парламентот. Да почекаме да се изјаснат пратениците, па дури потоа можеме да коментираме. As kryeprokurori Lupço Kocevski nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje. Ai dje deklaroi se nuk sheh asnjë arsye për shkarkimin e tij, pasi nuk ka asnjë shkelje disiplinore dhe i hodhi poshtë të gjitha pretendimet në propozimin qeveritar për shkarkimin e tij. Megjithatë, me këtë qendrim nuk pajtohet kryeministri. Kocevski си има право на своje мислење, ова е демократска земја и тој го кажал своето мислење. Околу неговата работа досегашна, предпоставувам ќе имаат што да кажат тие кои што го бирале, а тоа се пратениците. Така што да почекаме да дојде предметот пред пратениците, па дури потоа можеме да коментираме што е тоа што ќе се разговара и ќе се дебатира и кои се тие аргументи со кои што практично ќе се оспорува или демантира изјавата или ставот на Коцевски. Me nismat për shkarkimin e 5 anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, por edhe të kryeprokurorit, opozita akuzon se po bëhet partizim flagrant i gjyqësorit dhe prokurorisë si dhe sulm ndaj demokracisë.